Rozmarina, bima çuditëbërëse që na sjell natyra, jasti ta përdorni. Rozmarina është një shkurrë për herë gjelbër e vendeve të ngrohta. Ajo është e pasur me hekur, kalcium, tanina, flavonoide dhe vitaminë B6. Kur përdoret në aromaterapi, vaji i rozmarinës mundet që të përmirësojë kujtesën. Me lëngun e përftuar nga zjerrja e rozmarinës, masazhoni me kujdes pjesët përreth kokës për të lehtësuar dhimbjet, ose thjesht nuhatja e aromës së rozmarinës thuhet se mundet që të lehtësojë simptomat të cilat janë të shkaktuara nga migrena. Nëse konsumohet si çaj, rozmarina shërben gjithashtu edhe si një freskues fantastik i gojës. Nëse konsumohet rregullisht, rozmarina mundet të forcojë sistemin imunitar me antioksidantët e saj të shumtë. Një efekt detoksifikues, rozmarina gjithashtu mundet që të ndihmojë në lehtësimin e urdhit në stomak.